Nuk i nevoj më mirë me mu. Veç kallëza ma është mirë Lirika. E kena çu në vend. Tash fillon rrugtimin e ri për ta. Çfarë rrugtimi? Nuk u kon marrëveshja qashtu? Mos ma shit moralin tash. Ti vetë ke pru të unë. Unë e ato e kum pru për punë. Jo për sene tjera. Mos zgaboni me preka. Ka dal me fjallet i qik, se paron me kanë të folë. Jo, ti tu harru. Ajo është shtatzana. T'lut na shumë, mos e lëndani. Kaltërin, qile derën e di që je mrena. Mas u shtirë që s'pa di kur gjë. Mas ma bë këtohën, ko është Lirika? Përbes nuk jum ka ju kuptoj një asë me pushim banes tema. Nuk je edhe bash i paç që e ka shitesh. Kalzëm drejt, a është mirë ajo. Po, shumë mirë është. A është e sigurt. Po bre, se luft nuk ka shku. Ti po rren. Shumë je ka dyshante, ja? Ti e din shumë mirë se e shtatzon. Po edhe? Kur nuk më kallëzu se i kuj është fëmija. Po? I kujt. O, Shabana. Nuk është as puna jote, as puna jeme. Është punë e jemja. Se djali jem po del i po shnjum këtë histori. Djali jot, vete ka pushtërsu vetë. E qka pa do me ha me këtë punë ti? E, qa pa du me thonë? Jem ka du me të thonë që Lirika, reja jote, nuk ka i këtë veç hajt për djallit të. Fol drejt. Jo. Ti po e mbron. Pse? Pse dikush do të me mbrojt, bre? Prej kujna do të me mbrojt? Prej kujna e Kaltërin? Pytje me ven, se pikona për mbrojt. Po pri juve o Shaban, se pikona. Qka? Po ti hiq nuk erdhe më rëbur. Ku? Po te unë, te shpia jem, e me full për qëtë punë. Shaban, besëm, nuk e kum pos as let. Asone nuk e kum pas let, po prap erdhe sëtë. E di që gabim kum bo. Gabim është me harru e me mbyll derën, e jo me la mikun pa fjallë. Më ka ra rëndë o Shaban. E mu, s'm ka raran, a? A din qëfar gjendje jena na? E marrë me men. Mos e merë me men, veç dije. Djali jem Ardjani, prej asaj dite nuk është maj djali jem që shaka. Nuk e di adin që e ka lëshu shpijen, e ka mbyll biznesin, e sa më kërkun mu t'i full. E krejt kjo është për shkak të qitës tonë. Kjo nuk është loj. Çdo gabim që e ban, ka pasojat e veta. Po, jam e gatshme. Me punu qëfar do që dënë ju. Unë jam e gatshme për krejt planet që e keni ju. Po e shoh që po don me kontribu, po besimi nuk fitohet me fjalë. E di, Emanuel. Ama ka me bojë gjithë shka për mjënim. Kaltrin, kjo nuk është loj. Veç me veprime dosh me provu vetën. E kuptoj. Ama ka me bo krejt që shtëni. Kjo është mundësia jote me hinë planet tona. Po nëse ki seriozisht, nuk keme ndalë. Na nuk e dojmë as një hap falcë. Po.
Kjøre. Hajde, det, hajde. Hej, Lull! Ua, plak! Hallo! Hajde djel, çka miru ka pru këtu? Lemër këto kje, po ku e qika jote? Qika? Mas që më lujt me fjallë se na dojmë liriken. Edhe dhe din shka ndodhë. Na ka thonë, aja në koshtë, që shumë ka thonë mu njerës, qika jep ka shku në Zvicër. Edhe në kohë kontakt me kërkan. Pse mërë këtë punë nuk e dim na? Po e keni ditë më dhe qysh se keni ditë. Ua, plakosh, nga. Mos e vënë më në rajtë. Ti e të më mojtë më shef liriken. Jo, nuk e kom. Kjo nuk është më në dorën teme. Nga plak. Na e dojmë një përgjigje konkrete. Ose duhesh mi këthy krejt parat. Vesh një ove kia fatë. Se pas një ove nuk ko më këthem. Ti e din shka ndodhë. O, djem, po ju luta. Jam të ja thonë të vërtetën. Nuk kom kontakt me qikën teme. Nuk ka orë këtu. A fat vesh një javë. Edhe nëse nuk kthehet, pasojat janë të ti. Miqë, gjithë shka që kena investohu, na do të me posë rezultat. Unë nuk muj. Nuk muj me thonë ku është. E gjithë që e punë, ju thash nuk është ndorën temë. Nga mirë. Ju që e dojmë veç liriken. Po gjithashtu, duhesh mi këthy krejt parat që e kena dha, nëse nuk e merr rezultatin. Nga mirë, nëse e bën çdo veprim fals, çdo hap të gabum, keme pagu o plakosh. Djem, nuk ka nevoj për dhunë. Ju durni më mënimu me gjithë, duhet më mënimu i mu. Koha është ty të kalu hajse në burri. Na nuk kem ma shumë durim. Thash vesh një javë, se për ndryshe ka me përfundu si për ty, si për kretë familjen tonë. E kuptuva, një jo. Po qika e me në ju thash që nuk është të. Mirë, na po të presëm një javë. Veç mos harra se çdo gabim ka pasuja. Plakush, neve në duhet respekt edhe rezultat. Që mos gaba. Djem, a më s'ket të shku në qytet ju? Sa mos dhe ishte më orë dhe të më nesh isha bara? Me i kep dhe se si e për Prishtinë. Jo, veç deshta, e kam pak punë të insherë malë me ju. Ju në kratë këna me të mojt, na mune me të afro. Prit një veç një minut. Te që kemë rana të marrë një polë të këthjena. Ojt, kemë vakna. Shamë s'ka gjithë me plakën. Një plakës, në pa dhe ka me dollë shejra. Me i la kemë që. Po, i la kem gjysë. Aloheni këtë pisa. Hajde. Se një mësujmë një nërë të kërësijat është, për zotë ju vrahtë. Altrin, Po, na. a më nësh me më tregu që është ka ndodhë qëto? Fillimisht kisha po që e më të regu mas pari kushiti. Unë jem Rudi, jem vllavi Lorikës. Vllavi Lirikës? Po, Pse pas ka vllavi Lirika? do këtë pyeta diçka. E diçka. Ajde, i në mrena se këtu ka kujshi edhe më keni lodhë besa. Urnazët një hinë mrena. Hajde ti djallu lë që atë se po bëni shumë zhurëm na për koridora. Hajde, qka ka? Zhurëm, që shmonesh me forë ka të qetë, kur motra e më është duke prikosh. Ku e këtë qote i Lirike? Më falë, Rude po të emni, no? Po, Nuk u kumë veç pa je. nuk o kon fajt, ja? Po ne di bre se ti ki gesht, ti ke qut në qatë gjendje. Ndëgjë mirë, unë nuk kam gisht në humbjen e saj. Thjesht, jam unu minimum. Si shoqet shukën pas. Me mbrojt po thuk, Altrina.
Po ajo është motra e more? Po ti ke shkatru gjithçka? Dëgjoj mirë me kujdes. Unë çdo sen që e kum bo vetëm për me mbrojt Lirikën. Me mbrojt? Nuk po duket çështo. A mundesh me më kallëzu ku e ke qu Lirikën? Ku e kom qua? Në Zvicër. Nuk ka kontakt me ty, s'ka kontakt me kërkanin ligj. Qështu mbrohet ma mirë? Në Zvicër, a? Edhe nuk ka kontakt me kërkan. E ti po mendon që mundesh me mshef këta mas fjalëve tua? Unë nuk kom për me mshef, nuk tregoj se ku është. Po thjesht, për me mbrojt. Me pas një qetësi. Me mbrojt, a? Kaltrin, ajo është motra jam. Nuk mundesh marrë me folë kështu, nuk mundesh me mbind. Rodën e çdo sen që e kum bo për me mbrojt. Për me mbrojt situatën. Çdo sen që e kum bo, o kone domosdoshme. Jem të majtë ndorë situatët. Edhe jem të mbrojt prej atyneve që janë matë këqe, si kërë. Po kush janë ata? Qa Emanueli, Doni, e ti përshikon këta si loja, qysh bre mundesh me kanë me fjalë, ka shtëfta? Rud, nuk është loj. Ti nuk jetë ditë se e rrezikshme është situatë. Kaltrin, unë jem vllavi saj. Edhe kam drejt me ditë çdo sen për ta. Po bre, po, edhe unë jem të bu për me pështu ata. Kaltrin, unë s'moj me pranu. S'po moj me duru ma. Edhe unë nuk jem të mujtë me pranu. Po kjo o konë rruga e vetme. Kaltrin, që shpesha këtu nuk ka vend për fjalë të qeta. Ama ti dush me më kallëzu drejt, a? A ki gisht mashtrimin e sajti? Jo, bre ti djali. Unë e gjitha sen që e kum bo veç për të mirën e saj. Kaltrin, unë e pedi që je ka rrem. Po ty s'besoj heq, a? Ndëgjë mirë, që të fjallën po rran, nuk e pëlqej heq. Nuk jam ka të rrej. Po veç po të kallëzoj se sa e rrezikshme është situata. E qysh është ka ta mërmenja ty? Na do të me qëndru pa e ditë situatën e qa? Në qëse e ka dënë, me vepru drejt. Rruga ma e mirë është vetëm me duru edhe me pas besim. Dorema, ti e qova motrën të ma që largë, edhe për më fletë për Dorema. Po të shoh që je shumë i tensionum, edhe nuk je në gjendje me kuptu që tash absolutikisht kur gjë. Po e kupton kur vjen koha. Unë e Kaltri nuk e di, por një sen e di jam i sigurt. Nuk muj me nejt pa bo diçka. Mirë, bre. Qa më thonë unë? Unë e po ta kallëzoj realitetin që është edhe që do të me pepru. Ti po thu që në sun rri pa bo diçka, bëne ato që menon. Veç dije që nuk ka kthim tani mbrapa. Ti Kaltrin je shumë eftaft. Në që se dojna me vepru, me men, kena me kthy Lirikën shumë sigurt. Po Kaltrin, veç një sen dije, nuk o më ta falë atë shlet. Nuk duhet. Veç besim, edhe durimi. Vjen koha që ka me tregu gjithçka. Bash po ta qef me ta pa ftyrën. Mirë dita, edhe ty, zotëri spanjoll. Do me ka një drejt me ty. Çdo gabim nuk ka falje. A kuptove? Po.
Gjdo sen është shpe kërkan ti. Nuk kam e pas. As një gabim. Po ta thëmë që tash me njëherë. Ti nuk je këtu për marrë këtu. Kjo është punë shumë serioze. E di? Jo me gatshme. Transporti i madrave për një qeki. Çdo gabim ti ke me pagu. Ka me bo gjdo detaj si mbas planit. Ky është plani. Pika e parë, magazina në periferi. Pika e dytë, depoja në qytet. Çdo kontroll, çdo gabim është humbje. Kam u kënë shumë e kujdesshme. Në gjdo hap, krejtësisht e detajim. Mos më thuj veç fjalë. Unë du veprim. Të kom vëzhgu këtë ditë. Çdo lëvizje e gabume, edhe e din, që ku më të ndëshku fizikisht edhe mentalisht. E kuptova. Ama kjo nuk ndodh. Qa vëna se dikush ta ndalon rrugën. Ose që policia po të ndalë. Edhe ti e din çka ndodhën në këtë punë. Çdo gabim ka pasojë. Po, reagoj si mbas situatës. Do t'jem e qetë edhe e vendosme. Kjo është e drejtë, po nuk më mjaftojnë mu veç fjalët. Do të më kallëzu çdo detaj edhe çdo veprim. Çdo detaj kam të raportu. Nuk kam e pas gabime, të premtoj. Shumë mirë. Tash është më e rëndësishme siguria e mallrave. Asnjë person tjetër nuk do të më prek. Nëse diçka shkon gabim, lypi përgjithësi e dinte. Çdo hap kontrollohet. Nuk kam e pas asnjë gabim. Ti si vajzë e bukur po dukesh shumë e zgjuar. Po ki kujdes. Tash edhe më herët. Gabimet paguhen. Po të thash edhe unë më herët. Që ka me vepru me kujdes të madh. Nëse ka me pas vonesa, çka kime bo? Po atëherë, e kontrolloj rrugën me kujdes. Kontroll e çdo ndalesë. E po shumë mirë atër. Edhe çdo veprim që të merr, veç me autorizim tënd. Në rregull. Tash e jetu kuptu. Çdo gabim i vogël ja hup edhe punën, po edhe çdo sen që ke bo deri tash. Nuk kam e pas asnjë gabim. Këto ta premtoj. E po mu që ke po mbyn? Tash pra, shka, e mos gabo. Kalofshmi? Kush jeni ju? Qysh jeni në bërtuj kështu pa thirr pa kur gjë? Mirë dita Gja Shaban. Na jemi miq vjetër të familjes. Nuk jeni të mbudok bashmiq. Po falni drejt për çka keni ardhur. Bas na këna orë për një mua vetë që
lidhet me nusën tone, me lirikën. Qka ka ba lirika? Mos u shqetëso me njëherë. Na veç erdhëm me fol pak punë private. Folidjen, s'kam kur gjo me më shefen. A je i sigurt për këtë send? Folid e mo, Nusja jote nuk është qa që pa fashme që shduket të ti. mos ma përmen nusën me fjallë të këqia, ke kujdes. Na kem prova. Që aja t'ka mashtru ty. Jo, kjo nuk mund tjetë e vërtet. S'po dhe vi po pas. Ti ka zaj krejt. Kjo nuk mundet me ka vërtet. E vërtet adhem, a gjo? Kushtini marë ju, a qa keni ardha, qka pa dënja? S'ka rëndësi ku shina. Rëndësi ko që ka kina. Na nuk jemi ardhë me ta shkatru jetën, për kundra zi. Po qka pa dënja tërë, mu më pështua? Pore. Hajtë mare, po ka kaljoje juja kjo. Kush është? Mos e bën budall. E di ti fort mirë se kush jam unë. Fol ma qartë. Tregom ku është motra jam. Je të folë si me të pas hub diçka. O mos gabon me lujt me fjalë me mu. Tregom ku ke qu liriken. Nuk jam unaj që duhet me dhon llogaritë. Po je. E nëse ka ndodhur në sen asaj, Kujdes u shflet. ti veç kallzom ku është. Se tjerat i rregullojmë. Jo, Jo, jo. apo do ti me më shmenda? A di mëre me kanë je kamerë, shoh ti djallë. Unë e di shumë mirë. Pyetja është, a din ti me kanë të marrë? Mos gabon me ma hub durimin. Ti jetë më thirë mu. Jo anas jeldas. Se unë e di që ti e ke qu. Mundet. Mundet. A je bre normal? Djelash, ti ko ke nxehtë. Nuk je të mendu drejt. O mos më shet me në burr. Po kallzom ku është motra jam. Po si kur mos me qenë mirë për ty me ditë? Nuk ka sen që nuk është mirë me ditë për mu. Gabim, Aja është familja jam. e di. Atër, pse po më bën këta? Se duhet. Kush t'ka shti? Po ban shumë pyetje. E ti, po jep shumë pak përgjigje. Se nuk ti kam bërgj. Aja është motra jam. Aje ka kupton o burr. E di shumë mirë kush është aja. Atër kallzë. Jo sot. Nëse ka ndodh asaj në sen, po të betohem, Mos u beto kot. Se nuk je në pozit me kërsnu. provaje pra. Mos u ngot, se këtu çka i ka, ky shuku jam, jo veç familja, po krejt qyteti ko me marrë vesh. Me djavlujët një me adin, që ka po në kryve vetë? Sa dëni? Po jo shumë, për një njeri si ty. Një 20.000 euro. A i një marë normal ju, po ku mi marrën atë pare? Ky nuk është problemi jone. Jo, jeni kriminele. Jo, jo. Na jem njerëz vesh që dina me shfrytzu rastet. Pse po më bëni këta? Se po mujna. Mjet një pak kohë. Sa? Një 2 ditë. Jo, më 2 ditë. Lesën më me ta më në kiti. Nuk moj. Nuk moj. Ja po. Nashta, po tash kam ja që u djallit tanë, që të fakte sonte. Mirë. Nesër. A e tash më pëlqen mas. Din me folti. Besoj që venin e din. Te ura vjetër. 8 mramje. Po, Edhe mos provo kur gja, se këtu me njëherë dalin. e kam një pytje. A dine e për këtu fakte që i keni ju? Aq, nuk është pyetje për neve kjo. Eu shkam gjetë, shkam gjetë. Jo, ti provoje. Provoj me më gjetë. Provoj me më dorë për para. Si e sa lartë me shku. Unë ka me ardhë deri në fund. Nuk e din çka është fundi. Kallzom tash ku është. A je sigur që do me ditë? Po, Edhe nëse nuk do me u gjetë? çka i ka thu bre? Me
Mendo pak. Jo, kjo nuk ka kuptim. Ka ma shumë kuptim se sa po mendon ti. Ajo nuk ka ikë pa një arsye. Çdo kush ik për një arsye. Mos po do me thonë ti që vetë ajo ka shku. Unë nuk tash kur gjo. O, mos luj me mu. Që ca o? O, mos më kalzo breti mua, më qetësua, jo, a. Atëherë vazhdo me u djeg vetë. Këqyre, unë po të jap një mundësi të fundit. Kalzëm ku është ajo? Jo, Pse? se nuk je gati. Për çka? Për të vërtetën. Çfarë të vërtetë po thubre? Atëherë që ka me të prish krejt. Trego ma është gjallë. Shpreso që po. Ku është ajo? Po, Po të lutna. nesër ndoshta. Jo ndashta. Po ma jep adresën. Jelash, nëse vazhdon kështu, jo që s'ki me po motër, po ki me unë bë tjera sene. Apo më kërcënon, a? Jo, po të paralemroj. Kjo s'ka me përfundu këto. E di, Ka me të gjetë. provo. Ku je, mori motër? Ti hala se ke kuptu lojën, Katrin. Nuk është lojë kjo. Kjo është një punë që më ka dalë krejt jashtë kontrollit. Jo, veç tash ka fillu mu bo ma interesant. Lirika u zhduk. Familjet jenë krejt në tension. Edhe ti po më thu interesant, ha? Po dhe, se tash se cili ka diçka me hu. Tash njerëz kur kanë diçka me hu, zakonisht ata paguajnë. Kishe bo mirë me fol pak ma kjartë. Çka i të desh me thonë me këtë punë? Që ti e kini mundësi që nuk të vjen dy herë. Hajde të tash, mësë më fol me enigma. Fol drejt. Dy familje, dy interesa, por vetëm një problem. Po edhe. Familja e Lirikës e don nderin. Edhe ti, po do me shfridzu dy ata? Jo me shfrytzu, mi menaxhu. Po veç kjo është shumë e rrezikshme. Kjo është parja, E nëse zbulohet. po nuk mundet mu zbulu nëse e bën të qysh duhet. Hej, më duket po arran sa unë nuk jam sikur ti. E vërtet, e dëmse. Ti e me mesme. Ngo mirë. Shko të familja burrit, Edhe? ju thu që e di ku është Lirika. E në qofë se kërkojmë prova? Nuk kanë me kërkusho, se janë dëshpërum për fëmijët. Po në qofë se nuk unë besoj? Atëherë do është mi bindë. Qysh mi bin? Shumë e thjeshtë. Me detaje, me siguri, po edhe me frikë. Po? Ama edhe parë. Po, ju thu që mu siguru që fëmija i metet i tyre, po edhe para. Ja, kjo është shumë. Jo për ata. Tash pjesa e dytë. E familja Lirikës? Sakt. E çka më ju thonë atyne? Që din ku është edhe që mund është mja këthy. Kjo është ka bëhet shumë e madhe. Kjo kanë gjithmonë e madhe. Veç që tash jetë ti tu e pa. Ata kanë me kërku për me e që me pa Lirikën. Ju thu që është e sigurt që
nuk kanë me lëviz, edhe çdo sen shkon në rregull. Sa pare? Sa ma shumë që ti guxon me kërku. Nuk më imi përballu në këtu. Munësh. Pse s'munësh? Jo. Po! Dosh! Pse on? Se ti e lidhje në mes dy botëve. Kjo mund të më aprish mu krejt jetën. Ose edhe me ta ndryshu për gjithmonë. E ti e çka fiton? Unë fitoj gjithmonë. E nëse dikush e kupton? Atëherë, ty se ke kuptu planin. Qa me të bonë? Kjo është shantazh, a? Jo. Kjo është veç kontrol. Po lirika? Musë mërë ti me ta. A është mirë lirika? Mjafton që është gjallë. Kjo nuk është e drejtë. Po drejtësia nuk paguhet, dhe? Ti veç vazhdo e bënë pjesën tane, qka që. Edhe në fund? Në fund e merë se cilë qka i takan. Po qka në qësone nuk e bëj këtë punë? Atëherë dikush tjetër ka me bo. Po ti ki shansin ajo që fitan. Sa kohë ka? Jo shumë. Atëherë më duhet me menu? Me ndo shpejt. E në që se rast kjo punë shkon keq. Atëherë nuk ka me pas kush manku. Qka em të bo më në? Loja vogël u kry. Tash filloj me lojën e madhe. Na jem gati. Veç ka lëzë që duhet me bo. Pash që ta që thojnë jem gati, që ta bash nuk janë gati heq. Mirë. Sot kom ju kallëzu se qysh luhet loja e vërtet. Na nuk jena veç në rrugë. Jena dhe biznes. E dim. Jo, nuk e dini. Biznesi nuk është veç me marrë pare. Po është edhe mi shumëzu ato. Edhe normal mi marrë prej vene duhur. Kjo është esenca krejt. Emanuel, ti ki më marrë në zgjërim, teritorit. Ku? Jashtë, Emanuel. Cilat shtete? Po që aty ku ligji është i dopt, e kërkesat janë të maja. Malli? Malli nuk ka problem.
Problemi është se kush e mon ato. Ti, Manuel, tu është më ndërtu lidhje, Me kanë? po me ata që nuk dalin dritë. Pa zhurmë, pa show, veç du rezultat. Ti e keni punë tjetër. Qka? Unë nga i fali. Në kazino, bigjoz, ku njerëzit e harrojnë vetën. Se që ty, është ari i vërtet, nëse nuk e din, kallëzej. Okej. E di se kom po plot aty që e hupën veten. Qa ke pati? Po ti s'ke pa mjaftushëm. Ti nuk shkon aty me luj. Me qka dhe? Dosh me prit. Ata bin vetë, si kur peshku ngrat. A të kupton tash? Qartë. Kur hupin, i afrohesh ti mos hara, Me qka? me zgjidhje qysh me qka. Qysh millon para ku aushta? Bashkë është. Sakt. Po, nëse nuk i kthejnë ato? Atëherë, nuk ka që me pas me hupë, mo. Ha? Edhe një sen, do të me kuptu shumë mirë. Frika, pagun ma shumë se respekt. Po nëse dikush nuk friksohet? Atëherë mësën, Po policia? policia nuk është problem. Nëse ju dy, nuk jeni budal. A mu dësh? Qartë. Regulli, kush ma kalon këto të... Hey! Një. Numër një regulli. Nuk do të mu bojë dukshëm. Qysh? Jetë normale. Ftyrë normale. Edhe, çdo sen ka më shkon rregull. Nuk do të më brej vetë qkaq. Për juve qkaq. Rregulli numër 2. Po, Mos i beso kërkuja. Nëse është nevoja as njëri tjetrit. Thonë që bethu ti, po t'ingëllën pa keq. Kjo është të vërtet. Edhe një pyetje. Sa larg jeni ju me shku këtë me bo? deri në fund. Deri në fund. Pa këthem heq. Pa këthem. Shumë fjallë të bukura. Po në sen dine. Sa nuk plej fjallë. Se nëse e prishni këtë punë, besoni, nuk keni me pas ko as mu penduma. Nuk e na me prish. Jo, Atëherë shpresoj. Emanuel, Po. kena mëris jashtë mas 2 ditëve. rregull. Doni, ti sot shkon kazino. Po? Mos vërpro shpejt. Qetë ka dale. Qysh thash ma herë. Okej. Mos më ranë sy. Kur godet, sakt.
Kjo nuk është lojë. Kjo është ose jetë, ose vdekje. Çka? Kë ka këtë të nivel. Edhe na do të më bosi aq. A jena gati për këto? Nuk kem zgjidhje tjetër. Nuk e prita që po takoj qëto. Ason, po më duket kohët fundit njën të na kryqëzo rrugë si shpesh. Qysh je? Qysh me ka? Pa i mirë? Kur gjithë s'ka tre, a? Jo, veç mendime. Edhe unë besa. E di që nuk jem në raportet mira. Besa kohët e fundit, qashtë është? Po kjo që na ka ndodhë është ma madhe se ne. O mik, mos i berë për okolla, po fol drejt. Lirika është zhduk. E di. Aja nuk është veç motra jote. është edhe nëna nipi tem. Na duhet mu bashku. Qysh je ka mena? Me i do nëna shkrejt shka kemi pas deri tash. Ti po menon me harru gjithë shka, a? Jo me harru, po me shty për mas. Pse bashtash? Pse nuk kena ku. Une e kum pa qik qysh të fmi. E kum pa qysh ka hin këtë shpije. Edhe tash nuk me di kosht. Edhe unë besa, nuk me di kosht. Edhe nuk me di heq ku ka motren. Po një sen mos e harra, se kej që ke pun ka nis për juve. Munet. Jo që i munet, po është. Në ashtë, po tash një ka rëndësi ku shka faj. Ka shumë rëndësi për mua. Edhe për mu, po ma shumë ka rëndësi se duhet me gjetë qike. U vonove? Po ta pak pun. Pun? Krejt kam pun. Edhe, okej, mirë. Po fillojnë pra. Kështu. Folni me ranë, qetë, sakt, pa pralla. E nisëm prej teja? Kom fillu lëvizjen. Çfarë lëvizje? Kam rënë kontakt me 2 familjet. Po? Edhe? Po tensioni është rrit shumë. Sa ko ka shumë për ty? Po mjaftueshëm. Sa mos me pas kthimin let. Qysh? Po ndëgja. Te familja e burrit, Lirikës. Kom lanë me nën kuptu. Që familja e Lirikës, po dojnë mi amorë thmijen me zarë. Okay. Po tjetra. Te familja e Lirikës, kom thonë që ata tjertë po munohen mi jam shef të vërtetën. Kjo kom shpërthy fort. Qashtu po menoj, edhe one që besoj që kam etë. Vazhdo. Kom hapë rrugë për konflikt. Mirë. Edhe çka tjetër? Pa u duk që jam. Mirë. Po edhe diçka tjetër. Kam gjetë do vajzat e reja. Për çka? Qysh more për çka? Mi shtim punë. Mi përdor për kontaktet tona. Sa janë? Tre. Sa? Sa the? Tre. 3. A janë të besueshme ajo? Sa duhet.
nuk më mjafton mu sa duhet. Edhe ti e din shumë mirë këtë sen. Një shumë mirë këtë sen. Spanjol. Janë në kontroll. Shpresoj atëherë. Ti? Zgjerimi ka nisë. Hade detaje. Zgjerimi ka nisë. Detaje ka, mu më bëjmë bez detaje. Kam kriju lidhje jashtë, që njerëz po presin mollin. E besueshmëria sa është? E testume. Rreziku? Rreziki mjaftueshëm, po menaxhohet. A ka kontroll aty? Po, Po. Koha? 2 ditë maksimum. 2 ditë. E kemi siguri rrugën? Probleme ndiçka? Jo deri tash. Mirë, deri tash. Dënde që nuk më pëlqen kjo fjalë deri tash. Ha? Rud, a kina informacion? Jo informacion konkret nuk kam. Ama dikush është kaluar me neve. E di, edhe mund ka ardhur njerëz para 2 dite. Çfarë njerëz kanë ardhur? Njerëz të fjalëve, njerëz që bojnë presion, njerëz që kanë kërkesat ndryshme. Edhe ty të pas kanë ardhur, a? Po, kjo nuk është punë për një njeri, E di. as për një familje. Djalo, duhet me I bashku forcat. Ti Miko, jetu kërku që unë me të besu, a? Po kërkoj me u bashku për një qëllim. E mas kësajna? Pas kësaj, se cilit në rrugë vetë. E Asmeria? Nëse dënë, vazhdoj. Po a lekit puntash. Ajo është motra jam. Dhe ai fëmi është gjaku jonë. Po, Unë nuk moj me lanë kështu. besa asun. Në rregull pra. Për këtë punë, kena me kam bashkë. Falinderit shumë. Ti mos të më falimdera. Se kur gjë s'ka marru hala. Na duhet me nda punët. Po, unë e merrna me ata që për e mbajnë. Unë në anën tjetër kontakte me njerëz. Edhe një sen. Po, Nëse unë e zbuloj që dikush për juve ka dorë në këtë, nuk ka me ty marrëveshje mo. e njëjta vlen edhe për ty. Kjo nuk është besim. Jo, Kjo është nevojë. po mjafton. Mek, unë e kesh të shku me kërku liriken edhe për fëmin me bo këta. Mija. Nuk ka me pas probleme. S'ka me pas probleme. S'ka me pas probleme. Po rriteni. Po ende jeni të rrezikshëm për vete, edin? Çka të desh me thonë? Që jam të dosh me thonë. Një gabim. Bam. Edhe krejt shkonit e poshtë. Nuk kemi me gabu. Krejt thonë qështu, Emanuel. Une jem të rreziku vetëm për gjithë plana. Kërkush nuk të ka detyru ty me sa. Po, ama veç indirekt, a? Mos i përzi punën me emocionet. Këto do të mi dohen. Nuk është që qeli. E di? Asu do të me kone li. Nga në mirë. Ju jeni pjesë ma madhe se vetja ju. Dhe në këtë loj, nuk ka vend për dopsi. Kaltrin, Po, ato vajzat mbajnë në kontrol. po. Okej? Emanuel, Po, mos o ekspozo. rregull. Nëse malli nalet. Ti, nalesh bashkë me ta. Kuptova. A kuptum? E tash, anoni pa zhurë, rezultatet flasë. Mani men. Se unë e shoh gjithë qka. Kalofshimi. Kalofshmi.
Që këni ves në falë, Jo, ora. Jo. Kjo është ka del jashtë kontrollit. Jo. Kjo veç po fillon. Manuel, a i na gati për që t'i vel? Duhet.